Partia Aleanca Maqedonasve për Integrimin Evropian ka paraqitur padinj gjykatën administrative të shkallës së parë në Tiranë kundër vendimit të qeverisë për hapjen e 3 qendrave për emigrant në territorin e Bashkisë Pushtec, bashki e banuar nga minoriteti kombëtar Maqedonas. Përmes kësaj padije kërkohet përjashtimi i Bashkisë Pushtec nga plani shtetëror për hapjen e qendrave për migrant, pasi vendimi është marrë pa konsultim me pushtetin vendor, pa transparencë dhe pa përfshirjen e komunitetit lokal, në kundërshtim me kushtetutën, ligjet në fuqi dhe standardet ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të pakicave kombëtare. AMIE vlerëson se ky vendim cënon interesat, sigurinë dhe stabilitetin demografik të komunitetit Maqedonas në Bashkinë Pushtec dhe përbën një precedent të rrezikshëm të trajtimit të zonave minoritare pa respekt institucional. Aleanca Maqedonase për Integrimin Evropian do të vazhdojë betejën ligjore dhe institucionale deri në mbrojtjen e plotë të drejtave dhe dinjitetit të komunitetit Maqedonas në Shqipëri.